Okej, alo. Selamu alaikum. Okej, përshëndetje juve ISIS-it në Siri, juve Kosova, përshëndetje. Assalamu alaikum, nga shteti islamik, Dawlatul Islamit fil Iraq wa Sham. Okej, unë King Vali Corleone, në emër këtë rinis të Kosovës edhe Shqipërisë, po du qësh e bisedum ma herët e kom hek prej oficialit publikimin që kam keni shkru mbrëm mesazh, edhe ju thash me bo një video ju atje që kemi bisedu me Vali Corleonën, që mos t'ken frikë rinia Kosovës e Shqipërisë, që këtu ju Kosova që jeni në Siri atje, do me thonë këtu me pas pashë dhe nuk ka këtu t'i shka t'keshe, dhe video nuk po muni me bo ju atje. Apo ndëgjohëm? Okej. Apo ndëgjohëm? Po, apo ndëgjohëm? Rinia e në kone ojë në pas prik nga Dawlatul Islam. Dët në pas prik prej neve tagutët e Kosovës, Shqipërisë, Macedonisë edhe gjithë Ballkanit. Mos me ndani se ne kemi harru për arrestimin e vëllezërve tonë që është bërë në Kosovë. Mos me ndani që ne nuk kemi dijeni për aspekt. Ne do t'i lësojmë ka besimtarët ata që shkelin ligjin Allahut subhanahu wa taala tjera. Juve, Abu Musab, në emër të rinis, gjithë rinis, si musliman, si katolik, Kosova, Shqipëria i ka dy fe. Kisha pas dëshirën e madhe me një për këtë juve që nuk me ndoni mi bo këtë keq dikujt që njerës pa fajshum. Ne nuk do t'i sëlmojmë rinin tonë. Ne do t'i sëlmojmë tagutët. Ne do t'i sëlmojmë tagutët e Kosovës. Nuk ju kuptova mirë. Jo, Abu Musab, nuk ju kuptova mirë. Ne do të sëlmojmë qeverin edhe të gjithë pabesimtarët si kur jo, si kur ti. Abu Musab, jo po mendoni me sulmu King Vali Corleone mu? Ne do të sëlmojmë qeverin. Jo qeverin, në emër tem dhe në emër këtë rinis, jo qeverin, jo Kosovën, jo Shqipërin, si cili rrugë të veta. Apo ndëgjohëm? Wallahi, ne do t'i sëlmojmë të papashmit. Ne do t'i lëndojmë fëmijët. Ne do t'i vrasim grafë. Ne do t'i listojmë të gjithë hapësire që ngrehin shpatën kundër neve. Vetëm pak, me nuk mendoj, nuk është mirë me sulmu me njerës pa fajshëm të Kosovës edhe Shqipërisë, edhe njerë për ja përsëriti në emër tem King Vali Corleone, në emër këtë rinis, juve për ju drejtona ISIS-it në Siri të Kosovarë, kemi dakord që në tjenë mirë Kosova dhe Shqipëria. Ju do një me ndimu Kosovës dhe Shqipërisë, edhe pse jeni dhe qka jeni. Dhe gjithë pak këtë tjetëre. Ju jap një këshill për tokës gjihadit, tokës Shamit. Kështu si shpesheni e falenderojmë Allahun Azza wa Jall, Allah Azza wa Jall na ka jap fiturin këtë tokë dhe me ndihmën e Allahut Azza wa Jall, këtu nuk ka as mundëda, as kufar. Me ndihmën e Allahut Azza wa Jall, falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, që na ka
guxu me jetu në shariat dhe me punu me shariat. Erdhën të shariat në vend të orë të punu me shariat. Edhe dhe të vinë të kjo ashtë të zënë Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Musab. Për fund, po du me një për juve se kisha thonë mos me bo as qeveri s'kesh se Kosova, Shqipëria duhen me ecë për para po menoj. Okej. Muslimat, alhamdulillah, po ne do t'i luftojmë të gjithë tagutat që shkelin urdhën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe do t'i sulmojmë të gjithë qeveritarët, ata shafira, bi'idhnillah ta'ala. Dhe do t'i sulmojmë të gjithë ata që shkelin urdhën e Allahut dhe që ju jeni ata, që do mos ti që me shfaq drejte që nuk i djeni e fyën në të dashërin tonë që Pejgamberi Muhammed Mustafa. Me shfaq drejte si drejtohet muslimanëve. A që harruat pak domi tash në balet për shkak thirrjes së profetit tonë më të dashur. Dhe do t'ju vim, dhe do t'ju vim, dhe do t'ju vim, dhe do t'ju vim të ti. Që Abu Musab. Abu Musab, ju tash Abu Musab, ju tash mu drejtut prap edhe mu. U do ashta me thonë, këtu askush nuk është kundër Kur'an, askush nuk është kundër Biblës. Këtu janë musliman dhe katolik, Kosovë, Shqipëri, dhe janë vëllezër dhe motra, okej? Ka dalë dhe kujdes, mos kërkush nuk është kundër Muhamedit, kërkush nuk ka as kundër Jezusit. Kjo janë dy vëllezër dhe dy motra. Kosova, Shqipëria, duhet më konë bashk. Në emër tem, po, unë për veti Abu Musab i kom kalu herët gjitha, por si cili e ka menyn e vetë, mafia shkon të vetën, shtetë shkojnë të vetën, jo e keni të vetën, nuk luftohet, nuk gjut gra fëmi, si cili e ka të vetën, kush ka armatim, luftar me luftar lufton, nëse qështu, kisha thonë, t'jemi mirë, do me thonë, normal ju vetë duni me mbrojt Kosovën, edhe pse jeni ISIS në Siri, vetë ju duni me mbrojt, e jo mi bo keq. Dhe të gjithë ata kriminela që janë në Kosovë, ata qeverisë, që Assalamu alaikum, e dëgjoni herën tjera. Dakord, natën e mirë juve.